Me vje keq nuk, mos e Mos e gatroj dhe spotin. Jam nena se më thoshte keq për çdo gjë. Mos e gatroj me spotin. Do ta sqaroj vetë. Nuk të ngatrojnë ty Janur. Ka shkuar dhe Liza te Art Nikola. Nuk e di çka ka bërë Liza. Rrugën ka shkuar Liza te Art Nikola. Kur shkojmë mos ta kujto këtu, se Art Nikola, ja krybe. Art Nikola, unë i kam thënë Art Nikolës nuk je njeriu zoti. Nuk vrat djalin në Port Kishës. Jo, të lutem. Jo vrat djalin në Port Kishës. Do bëjmë një pak, do flasim atë. Po jo mos e po më drejt mund tash, po gënjen ai tash. Jo, të lutem. Ja, po gënjen. Po gënjen tash. Jo, me vje keq tani. Vangem këtu. Po më vrat djalin nuk ka njerëz të bëjë. Po despoti nuk ka punë, despoti ka folur mua. Ka folur mua despoti. Shikues të emisionit unik, po kemi ardhur në fshatin Ndërnënas të Fierit për një vrasje e Alket Vojës. Familjarët kërkojnë drejtësi. Ju jeni nëna. Çfarë ka ndodhur? Se është paraqitur si një ngjarje aksidentale, si vrasje e qëllimshme. A mund ta shpjegosh për opinionin publik? Çfarë ka ndodhur me këtë histori dhe me djalin tuaj? Sa vjeç është djali? 47 vjeç. 47. Okej, kur ka ndodhur ngjarja, po? Në 1 tetor 24. Po? Ka ndej 2 muaj gjysmë në koma, ka vdekur në 16 dhjetor. Po çfarë ka ndodhur? Kush e ka vrarë? Ka ndodhur shkaktarët kryesorë të vrasjes djalit tim janë Krushtit e mi. Lad Shuli dhe Nas Shuli. Ka dërguar nipin e tyre për të vrarë djalin, se djali im ka bërë 2 kolona, bëri këto. Këtë kolonën këtu? Po çka bërë djali im? Ja prishën djalin tim, këtë voja. Ja prishën djalit ka bërë këtu kolonat në drejtim këtu. Pra kjo kolona ka qenë këtu? Ja prishën djalit e bëra unë tash, e bëra unë atë vend për të marrë. Mirë, këtu ka qenë kur ka ndodhur ngjarja? Këtu ka qenë kolona kur e branë. Dy kolona, mbaroi kolonën e parë djali dhe i kishte ngelur një karrocë. Dhe ajo djali im e ka bërë. Po, edhe ajo ka qenë këtu jashtë? Gjithë ato djali tim këtu jashtë, gjithë djali im. Portën e ka bërë djali im. Ka mbjellur lint. Si përfundim, i ka ngelur, ku mbaroi një kolonë, i ka ngelur një karrocë me llaç. Ka hedhur si kështu rrugë këtu. Mos kaloi makina, i tha priftit, ku ta jep se më ka ngelur një karrocë llaç. Për të vendosur çfarë? Do të thënë pengesa? Një pengesë këtu. Pengesa rrugore, polica të shtrira, apo jo? Polica, siç ishin ato pengesa, siç ishin pak më sipër, apo jo? Po. Okej. Se më vin gratë këtu, dhe më vin 2 makina nga diellore, e tha priti dhe dish më vran 2 gra pa dje. Pra vinin me shpejtësi dhe ai donte t'i vendoste? Dhe i vendosi një kështu pengesë. Pengesë për makinat goja, Për të vendosur pengesën në rrugë, se po kalon rrugë, po shikoj që s'ka makinë. Po. Normalisht duhet të marrësh leje diku, sepse kjo nuk është rrugë e kishës. Kjo është rrugë e fshatit dhe njësisë administrative. Kishte marrë Alketi leje për këtë pengesën? Me priftin. Këtu se hodhi tërë, një karrocë se hodhi 3 metra. Prifti ka autoritet për të vendosur nëse po apo jo. Është pronar i rrugës prifti që ta ndajnë? Atë nuk e di, por po kështë gjë, Keti ka marrë leje vetëm nga prifti. Vetëm nga prifti? Nga prifti. Jo nga njësia administrative? Ish para derës kishës taj, se më vinë kanë dhe desh më vranë kur dalin gratë të dekare. Okej, me kë ka bërë konflikt pastaj? Si hodhi këte e ka kaluar ky Lad Shuli. Dhe i ka thënë, kush e hodhi këte? Lad Shuli është një banori... Banori i fshatit, Krushk, ku jemi Krushk. Ka kaluar, kush e hodhi këte dhe Keti që ty ku puno këtu, se këtu ka qenë kolona tjetër. E kam hedhur unë, tha, kjo me një buzkeshe, ke gjo mos e lavdëron të e. Përshëndetje. Si duket? Si kalon? Ngushëllime për humbjen e Alketit. Po sqaronin pak me nënën e Alketit këtë pjesën e rrugës. Si ka qenë puna këto ta di? Si bëri me çfarë? Ngeli një karrocë. Po? Karrocë. Një karrocë dyta, mos e themi, një pjesë, jo. Një pjesë beri. Gjysmën e rrugës. Pengesë dhe këtu. Gjysmën e rrugës. Që të pengohesh shpejtësia. Siç ishte atje më poshtë. Jo. Të vogla. Okej.
Ju si të ndje? Okej. Kimi të shketi po jetë. Po mirë, s'ka problem. Kjo është hequr tani, ëh? Nga Po, kush është hequr? hoqi ka ditë. Këta të I nuku. I nuku. Tani, lejet, kujt i mori leje? Te nuk di je. Po me kë foli, sepse nëna po më shpjegonte që Alketi i ka marrë leje nga ju për ta hedhur. Po nga pritimi të lekët. Unë s'kam, ta dish, unë nuk kam punë. Nga porta dhe këtia unë s'kam punë. Pra, rruga duhet kuptoj vetëm një gjë për problem. Rruga pronë e kujt është? Është shtet. Okej. Po është shtet. Nuk ka. Do të këshuaj, nga erdhi ideja Keti që bëri këtë I këtu. gjeni ta iksin njerëzit me shtesi. Ja, ka po këtë doj. Me shtëpi, ja, si ka mas në motor. Okej. Edhe ta punoj këtu edhe tash dirë të ujë këtë tash më vrau tha njëri me motor tash më vrau tha. E tregon Kletit e. Okej, vetëm fal pak. Okej. Ëh. Edhe po edhe vetë unë nga porta Alketi kishte marrë, kishte kërkuar leje në njësi administrative sepse për të hyrë në rrugë çdo lloj punimi. Po, do më leje. Duhet marrë leje. Kishte pra pavarësisht dëshirës mirë, ai ka pas dëshirën e mirë që këtu besimtarët të mos dëmtohen nga shpejtësia e mjeteve motorike. Unë them drejt se Alketi vajti te Perëndia, atë nuk mund ta gjykojmë, punë mirë, më vjen keq dhe pra djalin, që e bëj të gjëse se djali mirë, sa ishte. Po, unë Alketi pa ta. Kush i djali mirë? Djali mirë pa para kësaj, djali mirë para vrasjes. Këto Keti se njëftë atë. Këto, jo, si njëftë. Këto i thash Ketit unë. Keti i thash, po kështu, ka marrë leja thaj. Ka marrë leja thaj. Ka marrë leja te rrugë. Kurse unë thash kam Ka marrë leje tha? Po, Alketi ka marrë leje. Po se nga nuk e di nga kush e ka marrë lejen. Ka marrë leje për të bërë kolonat apo ka marrë leje për kolonat. Po jo, për që ngeni një karos pas kohë. Mos ta Ka marrim. marrë me qetësi. Ma qetësi, rrit tani se di ta thosë. Këto kolonat, Këto kolonat aty. Këto kolonat këtu. Ishin këtu këto kolonat. Ishin i prej këtu. Këtu. Dhe ja prishin. Hyrje Ja prishin. Po hyrje kishe. Se duke shikuar të kolonat e dritave. Ja, janë drejt për drejt. Një kolonat, Keti tha nuk na ndaloj njëri. Ta unë kam marrë leje për tu. Keti thash, unë nuk më përgjegjësi thash. Unë më përgjegjësi thash. Nga porta e tutje. Mua rrugën ka lënë. Unë kam drejt të liturgji, me zhvillën e liturgjinë, edhe të punë edhe rrugën. Nuk kam punë, dhe me pyllë s'ka punë. Fare. Po mirë, kush e jep lejen, pra? Me kë ka folur për të marrë këtë leje? Me atë Nikollën. Jo. Me vje keq nuk, mos e gatroj dhe spotin. Nuk jam nena se më thoshte Keti për çdo gjë. Mos e gatroj me spotin. Do ta sqaroj vetë tash. Nuk të ngatrojnë ty janë. Ka shkuar në Lizat e atë Nikolla. Nuk e di çka ka bëj. Dhe rrugën ka shkuar Lizat e atë Nikolla. Kur shkopi mos ta kujto këtu, se atë Nikolla, jo krybe. Atë Nikolla, unë i kam thënë atë Nikollës nuk je njeriu zotit. Nuk vrat djalin në Port Kishës. Jo, të lutem. Jo vrat djalin në Port Kishës. Do bëjmë një pak, do flasim atë. Po jo mos e po më drejt, tash po gënjen ai tash. Jo, të lutem. Ja, po gënjen. Po gënjen tash. Jo, me vjen keq tani. Vangem këtu. Po më vrat djalin nuk ka gënjesh të bëj. Po despoti nuk ka punë, despoti ka folur mua. Ka folur mua despoti. Me çdo gjë. Duhet të pyes për një. Lere despotin, ti se despoti gënjen, nuk gënjesh ta. Ja. Mos e merr fare. Po gënjen i shtremur. E kanë tremur shurin. Keni qenë dëshmitar ke vrasja të lutem, nuk Po. keni qenë ke vrasja të lutem. Kam qenë. Ja do rriun tash. Se nuk dua gënjesh ta. Shiko. Se djali im ishte gjallë i tregonte të tëra. Do t'i marrim me radhë. Më fal. Ne pikin fare për te, po gënjen. Ja nuk duhet të Do ta zgjidh tani. Unë do them atë që di. Unë të vërtetën duhet. Unë do them atë. Unë do them atë. Pak më këtej. Unë them atë që di. Për të gjithë. Si keni emrin? Ata risiri. Të lutem. Zonjë, do më lesh pak Ja, vetëm këtu 2 jam. minuta, jo do më lesh, s'do ndërhysh. Ja nuk do dëlim me. Të lutem. Lash. Duam si e keni parë ju ngjarje? Ditën e ngjarjes. Ditë realiteti. Se këto s'din gjë, flasim me Zonjë, të lutem s'do ndërhysh. Erdha që këte nga shtëpia ose këte kam shtëpinë. Po. Alketi ishte këtu. Po. E mori me qeft matjet punon ato. Punonte dhe kontribonte për kishën. Për kishën dhe për varrezën. Dhe më thot në shega. Augurata ta kam drejtë sot kam ardhur para të lumë dhe shket tash. Dhe punë s'ka as 2 minuta, 1 minutë, erdhi ideali. Po. Ideali. Edhe ta zbiti nga makina, ku ishte zbiti nga makina këtu. Dhe Autori si e ka emrin? Lorenz Shuli. Lorenz Shuli, po. Kishte makinë personale, po, zbret. Tha ti Po. ti më ke shartaj kështu punë. Kush ke ti tha Alketi? Po. Finlandë. Po, tha. Ke shark kë?
Joja Alketi kisha këtë qunin në hal, pjesin e këtyre hal, nuk e di. Nuk se unë nuk jesh të gosha. Edhe u afroti këtu. Po, avash. Ja aty ku Aty ku është zonja? Po. E kjo lloj. Ja prit një sekond, ma trego, a mund ta ma përshkruash pozicionin? Po. Unë Alketi, ti je autori, të lutem. Ti je autori. Ti autori të lutem edhe triun. Nëse s'ka si shumë. Okej. Pra, Alketi këtu autori. Edhe erdhi me dorë xhep. Po, edhe Alketi me dorë xhep, edhe me dorë xhep. Pra, kështu. Absolutisht. Okej. Përpara, dakord. Nuk duhet ma xhep nëse ku vura në ato. Të lutem. Edhe si e po tha, unë kam qartaj. Pse thaj? Kështu nuk di ashtu. Dhe tak pa Allah me fare. Pa paralajmërim. Pa paralajmërim. Pa. Ku e ka qelluar? No, këtu. Këtu. Ke kjo apo te kjo? Këtu. Ta janë sa ku vëreu në muzoj dhe poshtë por. Alketi çfarë ndodhi? Ra me herë. Tok. Ra me herë, bam tok, edhe ran në dorë e mia dhe u se mbajtë Ku unë je këtu drejt ato afër ishin në dy pra. Afër ja, si kjo ka qenë këtu e ndërtuar? Kjo ishte ndërtuar. Jo. Kjo ka qenë, ka bërë Po, me keq të lumë, ka qenë se bërë këtë për kujtim të... Ra me kokë mbrapsht parë si ra. Ra mbrapa, mbrapa të mua, ra me kokë mbrapa. Ti këtu, Alketi këtu. Po. Ra këtu nga ky krah, krahteja. Nga ky krah. Pra ti ke qenë ti. Po. Maj më të dhe unë është... Sa kohë bë? 2 vjet? Po. Vite ca? Një tetor. 1 tetor 2024. Po, ra këtu, ra koka në gjatat. Okej. Zezën. Në vend, e ngritim merrën në stacionat me makinë. Iku ndërkohë autori? Iku me vrap. Jo me vrap. Iku në makinë sa vash, je këtu. Ja, shiko ç'a thot ky. Jo, iku me makinë, se E makinë. mori djalin tim. Jo me, se mori. Po ç'a thua djetër, iku me vrap. Autori. Iku. Djalin tim nuk e mori. Jo, makinë që tjetër. Me makinë. Erë ta quat. Kem s'do ikte. Tani të lutem, kush e ndihmoi Alketin? Këtu kemi qenë unë. Dy usallarët, s'duhet i kujtoj me emrat e usallarët. Po. Se kush që tjetër Përmendej Alketi kishte? fare. Më vetëm tha këtë që më vranë urat ata. Më vranë. Jam keq shumë tha. E morën e çonë pirë, pastaj me makinë, sa i mirë kush. Nuk e di kush duhet ta dinë. Shkove dhe ti? Jo, nuk vajta. Po mirë, konflikti pse ndodhi, pra në logjikën tënde dhe informacionin që ke ti? Në logjikën time, konflikti, si thonë këta, unë nuk di që, nuk ka shkuar me kohë. Fisi vojra nuk ka shkuar me kohë. Me fi... Nuk ka shkuar. Do të tregoj Nuk ka shkuar, nuk e di kishe dje një për ndonjë konflikt ku që t'ishte ankuar ndonjë njeri për këtë betonin që ishte vendosur. Ai beton jo, pa betonin por ishte ankuar ndonjë. Jo. Ti djalin e Bjemër Shuli. Jo. Ishte ankuar. Jo, këto janë baba që zgjidhja se unë të ramon nuk e di, këto bën. Për kolonë. Nuk e di. Pse? Pse ziheshe? Pra s'donte, nuk e di. Mirë, ta bëj pak pyetje ndryshe. Besimtar të caktuar, a janë ankuar? Jo, asnjë. Po mirë, ky pse është ankuar? Është banori i zonës. Ky kishte një natë. Është banori i zonës dhe me keq i zonës. Me keq i zonës. Këtë e thoni ju. E thua ti, nuk mund të themi ti ky keq e gjikon zoti atë punë, nuk janë gjëra që pse po ndihmonte këtu? Kishte dëshirë, se ja kishte lënë si amanet babetia. Nuk e la. Po rri mo ti, ja si më thosh Alketi mua, nuk e di si thotë. Edhe kjo këtu. Vetëm kujdes se do bësh aty. Ka qenë pyll me kallaj me ferr këtu. Mirë kjo pjesë. Me pak ta shikojmë pak. Të tregon gjithave, le më tregoj vetë të pyesin vetë. Unë vetë të pyesin, le. Do të pyes ka fillim. Rri, hajde. As më po kia diza dhe dalla unë. Do të ketë çunë, do të kemë djalin më. Ky pylli këtu. E ka pastruar Alketi me lekët e tia. Po. Po këtë rrugën këtu kush e ka shtruar? Jeme Alketi këtë tani, kjo u bëti tani, kjo bëtet në parë një muaj. Rruga, ja keni vendosur rruga Alket Sokrat Voja.
Ka pranuar dhe kisha. Ne Po, se morëm një lejën neve, na tha edhe po i vini një plak, po ne morëm me këtë ashtu, konsideroj një plak. Dhe vumbi, është ta çike lartë. Po. Ati besh për ata as na pyesin fare ata bëjnë vetë gjën ufsane bëjnë vetë. Dhe të rrugë këtu. Mirë, po kisha e pranon gjithmonë, po gjithmonë duhet me leje çdo gjë këtu dhe spoti pa leje nuk të lejon. Dhe spoti ka pranuar këtu të bëhet. Për rrugën po. Po. Për jashtë për jashtë. Sa mund të jetë kontributi? Sa ku kanë kontribuar Alkedi këtu? E di vetë. Alkedi ta tregon me kontributin shketit. Financiar. Bamirësi. Ishte bamirësi. Po mirë, po se Po shumë është vetëm rruga vajti 38 milion më. Tani kjo. Jo, kjo rruga juaj. E bëm ne tani për mamanetin. Okej. Jo se më përpara. Po, se unë se pyesim ta janë ujë, sporta, ish shpëllzimi këtu. Ja këtu. Drita, mikrofona në kish, çdo gjë. Edhe mikrofonat në kish? A mund t'i shohim pak? A të lutem? Çdo gjë. Kjo rruga merr të rrugën sa bukur, kjo rruga po tani. Këtë e keni bërë ju? Tani pra një 2 muaj diçka që më përfundoi. Për vitin keti, investimi jon. E ke mësuar dot vetë se cili ishte motivi kësaj ngjarje? Pra, ka ndodhur ngjarje. Alkedi ndroi jetë disa kohë më vonë në spital? Sa afërsisht ka? 76 ditë. 76 ditë në spital. E mësove përse kishte ndodhur? Jo, nuk. Po, ke pyetur? Jo, nuk ka bamirësi, nuk. Jo, përse ka ndodhur konflikti? Nuk duhet nisem nga këto si çka ndodh, se kështu thonë, po unë pos ma joj vishi dhe ta shoh me sy. Unë nuk kam gjorje. E kuptoj, shkëm të shohim investimin, të lutem, të shohim investimin. Nuk kam gjorje. Pra, gjithë këtë e keni bërë, rrugën e keni bërë ju. Ja, dhe dritat, edhe dritat. Ishte investimi domosdoshëm për barrezat dhe për kishën e fshatit? Po, domosdoshëm, se këtu ishte baltë, ishte rrugë, po ishte baltë. Drita i hersirë këtu, se këtu bën pashkë, vinë shumë njerëz, ishte hersirë. Sa fshatra mbulon kjo kish? Sa fshatra? Te ma tha vetë Alkedi mo, Alkedi mo, që unatë e tha, do tjeta, do ta bëjmë, thaj. Më kërkoti, edhe unë i kërkova. Thash po bërë një ujtë, ja ku që prapa. Ka nxjerrë dhe ujnë? Po si ja, edhe boti kalove ty, boti të tu. I ka rregulluar ai? Ai. I ka bler me fondet e tij? Me tij. Ja, atë që ka bërë Alkedi thimi atë që nuk ka bërë asnjëri. Atë që ka bërë Alkedi? Se ka bërë asnjëri këtu, edhe as nuk shkon ndërmend, dhe shteti nuk jep kaq fond. Bravo që, më këtë thënë një angjull në gojë, Zoti si ma thënë një ditë? Po. E më thënë? Ne zani ato gjëra. Po. Ja, pjesa këtu. Dritat anash. Vjen ta marrë me çizme. Këtu s'ka pas ujë për besimtarët. Jo. Nuk vjen mirë që në ujë me. Ja, hapa. Okej, hapet kjo ja? Okej. Ja. Pra, ujë për besimtarët edhe për gjithë personat që vinë për të përcjellë për në banesën e fundit. Po, lajnë duart. Po, lajnë duart edhe ashtu. Okej. Shuaj, te që ka thimi këtë që ka bërë Alkedi këtu? Nuk ka bërë njëri, nuk e bërë njëri. Hadi që mikrofon. Të shikojmë. Pra, dritat, këto, kishat, okej? Pra, janë investime goxhat kushtueshme, pak në ujë, plasë dhe pastrimi. Ai kishte qëllime të mëdha shumë. Ai thoshte, edhe kishin do ta riparoj, edhe kishin ta mbaj. Dhe restaurojmë. Po. Futemi vetëm. Fut. Ja boksit, një ka brenda. Që është për fshalësi. Ku bokset këtu, Një ka brenda. Po? I ka bler ai. S'kishte. Do është që këtu dritesh absolutisht. Këto drita tëra, brenda. Ai ka bërë. Mesha mbahet këtu. Po, mesha mbahet këtu. Po? Edhe këtë drita that ju, të tjera? Ka këto shëndan, ato. Edhe shëndanët këtu? Po, ai ka bërë. Ai tëra, ai bleu tëra. Edhe unë ja kam dhe fotografia atje. Bra. Ja ka vërë që i takon. I takon? Ja ku e ke pas keni vendos? Dhe foton. Urat, në mendimin tuaj, mund pra ndalohesh kjo ngjarje? Të lutem, do mblesh 2 minuta? 2 minuta, vetëm 2 minuta. Dhe nuk është për të dinja mund, me Alkedi, po të dinja mund, se Alkedi kja bësherë me të një ditë para, unë nuk të ta lejojem.
Dhe mirë të ta qesojnë këtë thoshe kështu. Po nuk di jam gjafare dhe nuk di ja pse ti se to ja muhabet më shumë muhabet e grashë. Kemi ata që mirë ata shetë. Po unë më mirë. Mua e kam jo si jam priftë dhe ashtu, po edhe vetë nga detyra kam unë po nuk e pash vetë. Dhe po ashtu ju ndërhyt rastisët për të shuar konfliktin apo ishit aty rastet? Jo, qëllova aty mos kishin qelluar për këtë. Ke folur me familjen e autorit ose me autorin gjatë kësaj periudhe? Nuk ka folur. Ka një reflektim nga ana tyre, një pendese. Dhe mua më mirë zor dhe kur kaloj më mirë zor se edhe ai si shul, djalë i mirë. Burrova ne kam mësuar se vetë me çameret? Gjithë ishte lopë, 7 lopë dhe 10 lopë, sa ishte punëtor. Pra konflikti është për kishën, për kolonat e kishën. Këto konflikti kush vendos për kishën? Pra vendosin banorët për kishën, se çfarë investimi do bëhet? Jo. Se duhet dy banorë të fshatit zihen për investimet në kishë apo në rrethimin e varrezave. Unë kam dëshirë, i thash dhe Kryepeşkopit, kam dëshirë të dhuroj kishë 2 milionë lekë të bëjnë atë afreskot. Afreskot, po. Restaurimin apo mbulimin me afreskot? Piktura. I thash dhe spotit, duhet nga prej te bekimi, që të bëjnë edhe pronda ta, më thanë moj, do t'i besh. Dhe e pres dhe spotit që t'i bëjnë një djapun 2 milionë lekë. Kur do t'i bësh to? Them, shpresoj, unë kam dëshirën për Pashkët. Para Pashkëve. Kështu kam dëshirë, po të shojmë tani se s'kanë ardhur. Po pra, vendos kisha, vendos despoti. Po pra, në dijenjen tënde tani, këto konflikte mes banorëve për investime në kishë, lejohen apo s'lejohen? Jo, s'ka punë atje, kisha kish nga porta dhe këtheja e ka kisha. Nuk kam banorë. Ato kolonat për i vendoste ne për kishën, edhe për hyrjen e varrezave. Ai nuk për i vendoste për emrin e tij, apo jo? Realiteti është, nuk është një gjë, njerëz nuk kanë bllokuar rrugën me zetora. Moshja ka bllokuar rrugën. Tu se bëri dy kolona. Realiteti, nuk po pengonte gjë. Nuk pengonte, nuk pengonte ai që dritë. A është diskutuar ndonjëherë me besimtarët para se sa të ndodhte ngjarje? Ore, këto investime pse po bëhen? Kishte ndonjë pretendim nga dikush, nga familja Shuli apo nga familje tjetër? Po bëhesh apo s'bëhesh? Pse po bëheshin? Tani nuk arrit dhe populli këtu, ku ka popull, populli ishte edhe ata që jeni kish janë mosha dha. Edhe duan që të bëjnë një gjë mirë për kish. Kush nuk e don të bëjë një gjë mirë? Kur bëhet një gjë mirë, pse arrim deri në vrasje? Pse ti japin ai edhe mend i thon, edhe s'ka dashur ndoshta. Është takri thimin e vet. Puxhaxhai i autorit. Ata e mohabet se di unë se kanë lidhje konflikti çfarë di ti? Unë nuk di çfarë di ti. Nuk di gjë fare. Për ty si prift që shërben këtu prej sa kohësh? Sa kohë ke që shërben në këtë kishë? Unë 30. 30. Mbi 30. Këtu në këtë kishë? Po, që në 92. Kjo ngjarje si mund trajtohet nga ana e kishës? Pasi ndodhi. Nuk e dëshironte as këtë, nuk e dëshironte. Nuk më bie këtë për djalin që i ku, alketin që bëri gjithë punë, djalin mirë të bie këtë për këtë që bëri aktin, edhe që bëri aktin. Pra ti s'ke fol me asnjë nga familjarët Shuli? S'kan ardhur as në kishë më ata? Jo. Kanë pasardhë më përpara? Qatë mundi se unë si vjerë shumë, po edhe këto ka të vdekje, për shembull vjen të një tjetër muslime. Po diskutime s'ke bërë? Jo, nuk. E kuptoj. Sa fshatra mbulon në kjo kishë? Mbulon një 5 fshatra po. Mund të thuash me emra? Ndërnenas, Astrukas, Hadaj, Alibejas, Havalejas, Havalejas. E këta janë, Mjeta i pak familje ka, Nagim pak familje ka këteja, njështë të ngulli që këtu kanë shkuar. Po, edhe fshatin Nagim kjo kishë mbulon? Jo, Nagim i pak kishë. Po, disa familje ka qenë që këteja, edhe ka nikur Nagim, se një bofsha. A mund të më japësh një përshkrim të lutem për Alketin, 5 karakteristikat Alketit? Alketin, unë nuk e kam jetu në para. Alketin. Me babën Alketit ka qenë peshkim. Ka punuar me peshkim me babën Alketit. Qa vitesh? Po, vitet para 70, diçka kështu. E profesion çfarë keni qenë më përpara? Asgjë, peshkim, ku ishte jo pijor, jo kooperativ, nuk ka patur profesion. Kur je futur në feje dhe në kishë? Në shkollë, unë kam patur kishin prift i madh ekonomik.
Edhe faktikisht edhe si familje besimtar. Edhe në bet e thirrje në 92-shin. Edhe në shkurt në 92-shit vaje shkollë në Durrës. Matura para kimike në matura. Kemi në Durrës. Edhe në 95 pastaj jam të prift. 95. Meja 3 vjet mbeja dhjak, si themi gradat tona, dhe u bra prift. Këtu ke shërbyer gjithkohë. Po. Dhe Alketin po, që po më thoj. Po, lam mua bëjësim. Nuk e pata njotur. Edhe babain e tij. Vetëm babain tim pata njotur. Edhe më të mirë mua ky. Tha, urata dhe isha bërë mirë si. Tha, kam dëshirë, thaj, më kanë lënë baba, tha. Dhe që thonë të se shumë, amanja, tha, këtu, tha, mbjellja 3-4 rezulleri. Po, si, tha, 3-4, po 20, tha shumë. Tha që po ishte, dhe ta pastrojnë unë. Po pastrojnë jetë shumë, se këto janë sa i gjerë dhe kishe i tonë. E pastroj, me punëtor, moj zetor, po ishte si ishe pyllë... Me ferë, ha? Me ferë me kalem. E pastroj shketi, ata, venat. Nga 3, vajtën gati 130. Kishe i do të gjërë, se në rrënë e ferë. Një e kjo, kishe, edhe thoshtë, cilësi tjetër, thoshtë, nuk jam në kopë, më thuj qa do tjetër. Të një priti ka nevoj, se shenë familje. Ta shumë, ta shumë, suku të beshtë të drita, ta shumë, pajqara, ta shumë, mirë më tajnë, ta shumë. Në vend, aj pa malur lapën unë, po thështë. Me jenë, ti binde nesëve, ti binde. Po, ta shumë, unë nuk dojnë më këto kjene, dojnë me këto kjene me mikrofon. Dojnë, më prujtë 200 zërë nga këto. 200 zërë dhe mikrofoni, pa. Dhe 2 mikrofon. Qa do tjetër, jo... Qa do bëndë, qa i ngeli për gjysën pa bërë? Ati i ngeli për gjysën rruga. Kjo rruga që e bëri nëna e ti? Ngeli për gjysën rruga. I ngeli për gjysën edhe një nga to, do ujtë depa të ujtë, i ngeli për gjysën që e bëm bandeneve, e bëm pas Alketit, i ngeli për gjysën si merak. Me tja, kishe cilësit mira. Nuk unë të e, nuk pash një, vetëm thoshe a i të bënd të punë. Edhe më tha dhe te, oratë dhe te, unë punoj në Itali, si qenë dhe, punoj 2 turne, dhe natën dhe ditë dhe. Unë thaj, një turnë dhe djale për kishën turë, që djale lekë të shterë dhe, edhe një turë dhe për familje dhe. Qa viti është ndërtuar kjo kishë? 95. Ka që kështë vjetër, ka që kështë bukur. Në themelet e vjetër, ha? Si quhet kisha? Shën Maria. Shën Maria. Këtu ka qenë, kjo është bërë me vogël, ishte vogël o qikë. Ka qenë pak më madhe themelet. Këto muret janë bërëna. Ka qenë gati 1 metër këtëja, 1 metër më tanë, dhe ka qenë dhe 2 kolonë më gjatë në tutje. Si mbyllet ky konflikt, i cili ka ndodhur në oborrin e varrezave dhe të hyrjes kishës në administrimin? Si mbyllet, në mendimin tënd? Si mbyllet, po varte te këta. Po t'isha unë, në vend, unë e mbyllim. Si do e mbyllim? Unë e mbyllim falje. Falje, ti hedhin poshtë doje, u beti nuk kthehet me Alketi, nuk kthehet me, s'kus vjen me ai. Ta faljen. Ka kërkuar falje autori? Nuk e di. Ty vetë kanë thirrur në gjyq për të dëshmuar? Po si herë kam vajtë gjyq, ka vajtë 2 herë unë, edhe në polici. Edhe kështu ka vajtë unë. Ka vajtë 2 herë, kam thënë këtë. Çdo dëshmie juaja do duhet të qartësohet e vërteta. Qëllimi është cila është e drejta, domethënë cila është e drejta, cila është e vërteta dhe cila është si ka shkuar Alketi me të, si ka shkuar ai me Alketi, unë nuk di ato gjëra. Si di unë ato gjëra. Unë di ata që shoh me sytë mi dhe ata e them. Nëse ka gabim unë do në perëndia. Unë familja po kërkon drejtësi ligjore. Po ata kërkojnë sa drejtësia hyjnore në këtë rast. Duhet të shkuar dhe ajo, a që tashëm. Duhet të shkuar falje. Falje gjithmonë, arme e krishterë është falja. Krishterë ortodoks është falja. Falja o Zot, se diç bëjnë. Të falenderoj për këtë intervistë dhe për këto detaje që më keni dhënë, edhe për gjithë sqarimin, dhe shpresoj që të ketë një lloj reflektimi nga të gjitha palët. Dashuri, gjithmonë feja jonë dashuri, respekt, dashuri, në këtë ditë. Neve po qëllojmë po na qëlloj tjetër me kur, ne ta qëllojmë me mollë. Po na shau tjetër të faleminderit. Ju thoni 30 vjet ka pas konfliktet më përpara këto të tjera. Mban vend ndonjë konflikt pa emra. Flas që mund të ketë ndodhur. Nuk ka.
Këtë unë nuk di këtu, imi zona me urtë. Imi zona me urtë, nuk ashtu. Se edhe vaj me vanë dhe... Duket, shiko, duket pak absurde të tentosh të investosh për kishën dhe të zihen besimtarët për të bërë mirë për komunitetin. Është shumë naive, jo absurde, po shumë naive që të ndodhë që ai harxhoj gjithë lek. Gjithë atë për shpirtin e tij, bardhësinë e tij. E ta të tikin në atë mënyrë nuk është Si du të bëjmë dhe ca thirrje për njerëzit, nëse keni ju të lutem, do më lësh pak të lutem, një sekond të lutem, ta mbaroj unë pyetjen tjetër. Nuk e vrau makinat po e vrau njeriu. E vrau njeriu. Nuk e vrau makinat. A keni thirrje ju për banorë të tjerë, të këtyre 5 fshatrave që ndoshta duan të vinë të investojnë edhe në miratimin tuaj, që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Çfarë thirrje keni? Do ma tregoni? Unë kam bile që kam bërë 2 thirrje, për kush ka nevojë një më i kish, jo për freskot, jo për të gjemë, në radhë pa do të pjesi mu, unë isha të despoti. Të despoti. Si që thashë të do bëja freskot, isha të despoti. Për portë, për ata, miratim, të bëna këti kishës e dha despoti, për të bëna kishës. Ato kam nuk e di se ku ishë gjallë, bosta gjithë ku në alkesi. Për kolonat, që do t'i shërbenin? Kishës, ato kolonat. Bukuri. Ishe drita, jep kryq, tamam si kisha shru me kryq, me drita, me të... Nuk është se do të dëmtonin do një gjë ato 2 kolonat. Jo, që dëmtojnë kolonat, pa i ta ishtë njëra që... Pra që thirrje kishit, prandaj duhet ta përsërish, për banorë që mund të shkojnë prapë në konflikte të tilla. Do të tani i themi llafën e që do të kemi kujdes, mos e lëjmë asgjë të bëjmë pa pjotën e vet. Kur e kthen kohën sot, mbrapsht, në datën 1 tetor 2024, si autoritet këtu në këtë zonë dhe në këtë territor, i akredituar nga kisha. Çfarë mendon se mund kishe bërë ndryshe që të parandaloje një ngjarje të tillë? Që s'ka ardhur sigurisht për fajin tuaj, domethënë kur bën një lloj reflektimi me vetë. Kur u bën ata kolonat, se më tha i besova, jo i besove, më tha që i kam malë mirë. Të kishe marrë, nga ku që ke marrë lejen? Ti shikoj, nga ku që ke ma i blerë mua, që ashtu, kjo që dhe unë qëndroha që kë... Pasiv? Pasiv. Që ashtu, po të ishe kjo punë, unë nuk e lejohen për shumë këtë ashtu, kërkojmë leje, bjerë lejen, vazhdo. Nga ku që merë një lejen? Zagonisht? Unë e marrë, për shumë, unë e marrë nga dhe spot lejen. Unë e marrë nga dhe spot, po nga jo që ishte jashtë teritorit, Në një një ndini që kalonte dhe i thoshte Ketit, thuajnë që i thoshte Ketit, ma thuj që mësa të mund. Shkëdi mu që atë... Alket, duhet kishe marrë një leje, po do t'a them në fund për të marrosh punën. Kryeplaku, ka thëmë shumë? Nuk e di. Se si ndalon kryeplaku punimet një ndini, kur ishte pa leje? Nuk e di, edhe kryeplaku dhe mund të kishe përgjësi. Po mirë, për të kryer punime, brenda ose jashtë murit, po brenda rrethimit, merret jep leje vetëm kisha apo dhe autoritetet ligjore? Për kishën. Brenda kishës. Çdo lloj ndërtimi. I ka kisha. Nuk shkoni në institucione për të marrë leje? Këtu jo, këtu kisha jo. Te kisha jo. Nëse doni të ndërtoni një kishë tre, një godin tre. Po, ata marrë leje. Do të merrni leje. Do marrë leje. Po do bëhet po ka puna. Kurse këtu se do të biesh një kohë. Keni marrë leje? Po, me leje. Morë leje do, në rrugë morë leje, për bajta mu 2-3 herë i bofshë, bajta në fjere, që të rhoqja dhe. Po kolonat atëre? Po kolonat që të shërbeni si zbukurim, si një lloj përmirësimi infrastrukturës, varrezave dhe kishës? Ndalo punime se e pa leje. Keti nuk e di nëse Keti jeton në Milano. Nuk di në gjë, shkete, a se me qenë edhe posë Keti, i kështë po se me qenë mirë, ke ma lejetë, po unë qëndroha si pasiv, se nuk është kompetenzime më jashtë rrugës, s'kam forë. Ajo s'ka lidhje me kolonat, ajo është inat. Nuk ishte punë të shulli që të debatonte ditë për ditë me vllain tim. Tjetër njeri ka dhënë kaq shumë investim, kaq shumë kontribut? 100 lekë investim. Nuk ka dhënë kaq shumë kontribut. Asnjë. Konflikti zonjë, ka ndodhur për investimet në kish apo ka ndonjë motiv tjetër se këtë nuk e kuptoj. Unë po të themi. Unë pyeta edhe Priftin këtu.
Se nuk po e kuptoj tani, a mund të më sqarosh ti? Se nisëm pak me diskutim pak po. Ta fillojnë çik nga fillimi. Kisi ka vdekur jashtë atiketit, ky është Sokrat. Dhe ky, si varrosi teatrin e tha, duhet bëj një diçka tha. Bashkëshortin tuaj. Po. Që të kujtohet babi. Dhe ka thënë priftit, që ish këtu, i ka thënë, të mbillin e 6 të rruga, dhe i tha prifti, këta që ka thënë, mbillin copës to këtu. Po, e pastroj, e rregulloj, e molli. E pitë tha ti kush tjetër, oket, e ti që këti paliri ato pëmti, dhe bëj portën. O, e bëj në tha kjo portën. Qa bëri pa mbaruar fjalë mirë e hodhe 2 kolonat e portës. Me lejen e priftinit, me lejen e despotit, dhe kishës fjerit. Jo, s'ka dhe despot, nuk ka dhe. Po me ishte që e kishës. Jo, mo thoni që thoni, ai më tha këtë, unë e përse, nuk të përgjith. E ka marrë lejen, thaj. E ka marrë lejen, po nga ke marrë lejen, e ka marrë lejen, thaj. Jo për portë, jo, për kolonat. Për kolonat, jo, për kolonat. Leje kolonat, po flasim për portë. Jo, ky ma Dar ta mbaroj një qik, ta mbaroj një qik. Kolonat e amasitit e gjysëm. Leri se këta u ka ju frika tash, po leri se gjithë po vojnë të mohojnë. Qa duan të mohojnë se kuptoj? Duan të mohojnë ata, se kanë një qika i latshulli së kur ishi pari fshatit këtu, se a i mbasi pari fshatit, dhe të gjithë kanë frika latshulli. Është shumë lafeza shumë i keq. Tim kishe bodyguard në San Siro, gjithë trup, thonë këta, qa ka këtej? Po, qa ka këte? A i të vra djalin tim. Britet prifti? Po ndonë priti në rave. Po ndonë priti në rave. Po, po. Ke frikë se mund të të vrasë njëri? O, po rrugën të zeba, a i frikë kam gjithë tash, e di unë. Unë nuk kam frikë, më vrasë njëri. Mirë. A i në kemi në shpallat e tuaj, ku ka frikë me? Po, Dhe më të vritet një besimtar. Po, përsi këtemi gjithë ma dhe ma. Tani e tha atë version. A të ka kërcënuar njëri? Zhori. Okej, në rregull. Të lutem, që mos ta shpërqendrojmë vëmendjen. Tani them. Dalim atje ku ish. Molli pemët, beri portën, vuri 2 qezna se s'kishte ujë. Po, i tha. Beri ujë 24 orë. Tani konflikti me Xhaxhain e autorit. Konflikti me Xhaxhain e autorit, dale. Po, ato do ta themi. Konflikti me Xhaxhaj ka ikur këti im një vit e gjysmë kanë dhënë në Itali. S'm ka ardhur as për shpërgjën e babit. Dhe më tha do rri mamit se do bëj 2 gjera të buka te kisha. I shifta ndej dhe thoshte, qa do bësh 2 kolona buka do bëj. Dile kryka do i ve drita lart që të duket kisha jon, ku vim nga Tirana. Ashtu gjanda ti e pas dukesh. Thash orket mos bëj se s'na tuan gjithë. Tha ky tha, dhe këto 2 do bëj dhe nuk bëj me. I beri këto 2, mbaroi kolonën e parë, i ka ardhur njeri, Nik Ndini, që ishte aso krye plaku fshatit, i ka thënë, oket, ke marrë leje? Ka marrë të priftit, tha ky, se i tha priftit, duhet bëj 2 kolona të buka, ti të firit, këtë se di unë. Ti ke punuar. Mirë. Shiko. Mirë, dakor. Ja, ulu, do flasim me priftin. Shiko. Pa u ngritur, të lutem. E ke lidhur fustanen ti dhe ke punuar me ketin, kështu? E ke video? Janë video, mos ki frikë fare ti. Unë do them atë që di. Kolonën Lere. ke qenë sepse Ka lidhur fustanen dhe ka punuar. Ditë për ditë. Ashtu. Dal të marroj unë dhe ma kthem moti. Edhe i thot ky Nik Ndini. Që ta më fal, unë them këtë. Mos thuaj që i ka marrë nga prifti i tij. Ka marrë nga ai pretendon, ai ka pretenduar. Jo, le nga prifti i tij. Si ka marrë me Si çdo gjë i ka thënë. Jo, ka vetë atje keti. E ka thirrur sa herë keti prifti i tij. Dhe për dreka. E ka thirrur. Okej. Dhe i ka thënë ai. Ai prit. Mirë, respekti po kjo, dhe keti për respekti beri, për bukuri. Për kishin këtu ta zbukuronte dukesh kisha. Nuk i bëj për vete. Mirë, dakor, tani. Dhe i ka thënë prifti i tij. Dhe jo këtë ç'a të dush. Dhe dhe qa jemi të duash, nuk është nevoja për jemi ata qunim, unë do bëj ato se me pëlqej janë të buka, do ve krykat lartë, e do ve dhe drita. Janë vendosur drita sot. Po, janë vendosur, i vendosur mjetë ashtë se i prishin këta gjithë asë një zvur, asë një prift nuk ngriti gisht, toshe ke mos i prish këto, po mirë, tani problematikën e keni me priftërin, apo me këta banorë që kanë, me këta që kanë bërë vrasjen? Unë e ka me ligin, pa dhe prifti, duhet thoshte, po të thoshte prifti një fjallë ishte ligë. Për të kish këtu, ligin e kështë prifti. Ja, po qa rrugë e kemi bërë neve? Atë karocë e ke thënë ti, o ketë hidhe këtu. Se na vi gratë nga vjellorja, edhe desh në vranë 2 gra. është realitet. Shumë mirë, mos ki frikti, ashtu. Në atë kohë,
Në ato ishi punë momenti, i ngeli shako. S'ka gjë, e po një ngeli. Ja, ta po them dhe unë. Mirë, e ke thënë pra për ta hedh, për të ndaluar shpejtësinë. Ndaloj shpejtësinë e makinave. Ka në gjithë kjo. S'ka pse për të mëlqehur. Edhe s'bashkë po Po mi pa, nuk ka ndonjë gjë keqe, nëse e ke thënë sepse Të mbaroj. ata themi gjë të lutem. Unë kur Vërtetën duhet të dhirë vetëm të vërtetën, se djalim ka ikur. Ne nuk na intereson të fajsojmë Jo, priftërinë po do ta zë fillimin unë, se se për sa kohë s'kam përgjegjësi. Ne na intereson e vërteta dhe e vërtetën mbi duhet të të them. gjitha të lutem, mbi të gjitha përgjegjësinë për të vërtetën, priftje ka më të lartë se sa ne, E di. sepse e ka përpara Zotit. Dhe di. sigurisht dhe ne kemi përpara E di. Zotit. Ne Dhe kemi unë përpara përpara Zotit robit. jam, se çka që i Fal, viti jemi ishte- përpara robit, po në një moment ne do japim llogari diku Mirë, tjetër, apo jo? E- Apo jo prift? Do japim. Prandaj na duhet e vërteta, pa Nuk të hezitime. vret as ty as neve. Jo, të lutem. Ajo që është përgjegjësi. Tani nëse është thënë për rrugën është thënë, sigurisht të dy palët në mendimin tim. Është e gabuar pa marrë një leje diku. Pavarësisht dëshirës mirë, ata Aristir pavarësisht dëshirës mirë, e keni pas gabuar sepse për të ndërhyrë në rrugë duhet të marrësh leje. Unë kur erdha këtu me grupin e xhirimit, pam që ishin gunga të larta, ai sa ta dëmtonin, Ata ka mbështetje. ai sa ta dëmtonin makinën sepse ti nuk kishe Ata ka asnjë lloj sinjalizimi. Ata ka mbështetje. Këtë ne nuk e dim kush e ka bërë. Ja, di ai ka kushtuar. Por ja. tu për të kufizuar shpejtësinë për shkak se hyn Ka që banorët për të varrosur familjarët apo për të ardhur në Po, ceremoni si këmbëtare shëndet, do shëndet. duhet kufizohesh. Po për ta bërë Me këtë bashkia, po, me- leje nuk e jep as despoti, as zotëria këtu, as Për atë s'ke ma letë edhe spotin, edhe Mirë, këti ka fal, ma letë, fal, ka të fal. priti vetëm futa Tani jetë. do lutem, zonja Vangjeli. Tani a mund të më të shpjegosh vetëm pak ç'a di ti për konfliktin me Xhaxhain e E tu të autorit? themë të kjo, këtu filloi konflikti. Që nga shtyllat se i ka thënë Igmini nga shtyllat ti që kolona, pse e bën pa leje? Jo, kolonat e reja, që dha jetën djali. Edhe ka shkurt ky ladi. Kush e ka hedhur këtë? Po unë. Ti prishi se po si prishe ti prishun me jashtë dhe me I brenda. ka thënë për Jo, Për di, kolona. për të vogël, për të vogël një herë. jo për rrugën, për rrugën. Nuk që Mbaroj kolon e parë. Po. Nga kolon e parë ngeli një karros llaç, se ma ka thënë djali vetë mua. Po. Çdo gjë që shite mbi te mua, ngeli një karros llaç dhe ka thënë, ku ta hedh këtë? Se i gjuna ta prish. Hidhe këtu i ka thënë, prifti i shoka, kush ka hidhe, sa ishte as 4 metro, as 4 metro rrugë. Kalon ky, ishe mbaruar të dyta pastaj. Dhe i thot, kush e ka hedhur unë? Prishi, se po si prishe ti di prishu me jashtë dhe me brenda. Dhe i ka Jo thënë, Xhaxhai ky Xhaxhai, ky është kryesorish ky, nuk ka e tjetër. ka sharë, ka ofenduar Këti nuk shante. e Xhaxhai në autorit. Kur janë zënë këtim ka thënë kaq, dhe ti o ladi bashkë penase ku ti kesh, kaq, se burra janë gjak kanë kaq. Kiti ka qenë brenda grop dhe Brenda grop. Xhillaqin. Bre. Kush ishte ky që pyetët në Nuk e njifte, nuk e njifte. Në Ka. krye plak, në një gjë Sa ditë para ngjarjes? Po e ka qenë 2 apo 3 ditë, kishte filluar shpejt e që zëjesh me këtim. Kishte gati 10 ditë që hangte shpirtin këtim. Nuk e njohte është Lat Shuli. Dhe i thot, o Lat Shuli, ai duke ikur me motor se ze peshk në Po. edhe o Lat Shuli. Hajde prish i vetë se unë këto nuk i prish. E pastaj po prap ti o Pastaj e ka Po sharë. prap ti o latshule, nuk u shan. Po prapë Po pra, po tani am the që e ka sharë dikur. Prit ta dërgoj unë pra. Po. E ka shara i. Kalon pas 2 ditësh. 2 ditë të tjera. Po. Vllajt i vollën telefoni, nuk e porta kishës, nuk e din kush ja volli, e di urata shumë mirë. Historinë, si ja vollën telefoni. Jo, historinë. Ja kam vjetë? Një ditë para. Punonte edhe vajte për të marrë që marrë telefonin. Ja kishin Ja marrë. mor. Po, Ja dhe morë. pastaj? Edhe kiti ishin 2 go, nuk e di si ka qenë puna, se s'do të zgjavë, se na intereson. Nuk na intereson. 2 goca. Nuk na intereson, kjo është kështu. Dhe kiti, për mos e kam qaf njerëz se isha një drejt, ta mos më ka rënë në makinë se kisha iPhone X. Po. Edhe ai rëshket. Dhe po kontrollonte, një kam se ka makinë të ult. Një kam brë makinë, një kam jashtë në rrugë makinës. Kalon një kushuriri im, Agim Bushe, po deshe pyeta. Edhe pas bitu nga makina jep dorën kitit ke makina vet. Okej, ç'a po bën? Ore kështu, i tregon historinë telefonit, kalon Lat Shuli me motor, i kalon si për Kemës. Kamalici Kemës i ngulet kënon nga zakë. Kush e dëshmon këtë? Lat ai
Kështë këti vrimë kaq. Nuk ka qenë, ka qenë sa një, ka qenë shumë njerëz, po s'u nxjerr me emra se. Po. Po mirë, kanë qenë dëshmitar këta? Po. Janë dëshmitar. Po ai me makinë. Keti ishte nxjerrur, ka dalë nga makina dhe i ka thënë, "Ola çuli çka ke?" Dhe kanë mbajtur, ta shoku kanë mbajtur Ketin. Shoku ti ka mbajtur atë Ladin dhe Ladi shante pafund. Dhe ka thënë një nga ta, "Ikore ta, ik nga je nisur, jam nis për peshk." "Ik," ka thënë. "Ikore çka ke?" Ai bën me çfarë Ladi, Keti ka thënë, "Nuk kam turp ta them." Edhe ti Ola çuli, ku ti kesh bashkë me Nasin. Kjo është sharje. Se na këshim bërë gemën kënë kohët. Po të ishe marrë tani tjerin vita, thota nuk ka qenë presencë, u s'kam qenë, po i kam pyet me 10 herë. Dhe kanë thënë të njëjtën gjë. Sa ditë mbrapa ka ardhur Një të nesër mëngjes. Pasi vjen nga peshku. Mëngjes ka ardhur djali i vëllait të Laçulit. Pasi vjen nga peshku, shkon ke shtëpia xhaxhaj tim. Xhaxhaj im blende peshk te ky, ke llaj voja. Dhe i thret, del xhaxhaj dhe to çana ke prunë, më në peshk të mirë. Thot ai, si të shajnë këta nga fshati, qa ka i një pijot? Qa ka kështë thënë xhaxhaj, zdigje? E kështë thënë, ja rregulloj unë, kam dhe unë ja 2 nipa dhe ja rregulloj unë. Në 2 nipa, 2 quna, se thot një qunë kam, po dhe djali vajt si djali otësh. Ore qa ke kështë thënë xhaxhaj, kështë hip motor, kështë ikur. Të nesër më mbjes, Keti t'i volën telefonin ditë para. Ikën, 10 metrë, kthe, takon mamën e puf, dhe thot, të pudhoj njerë, thot se s'kam telefon, se mi të çdo një orë mamin telefon, në të gjinjen e të shora. Të pudhë ty thot se s'kam telefon. A di do vinim Tiranë, se kishë në një vakjat, ishe dita fundit e punës. Do i kish shpejt ma do vi. Vete këtu vetëm kur marrim lajmin në orën 10. Atë ta tregoj ata si ishte historia. Ketin e kanë qelluar, pse Keti s'bën llafe? Nuk e din, kemi ikë Tiranë. Këtu në Fier e kemi marrë, e kemi sjellë në Tiranë. Po ne Ketit nuk i dëgjom as zërin, as syrin si pam, as një gjë. Keti për një ditë ishte i vdekur. Vdiqi në Rrogozhin. Keti. Si vdiq në Rrogozhin? I pushoi zemrën në Rrogozhin, era infarkt. Elektroshok që i bën ato. Po. Dhe ku ka qëndruar për 76 ditë? Në spitalin e traumës në Tiranë. Po? Në spitalin e traumës. Është përmendur, keni Fare. Asnjë çik as syt nuk ka. Fare. Asgjë. Po Keti ishte i vdekur, kishte sy të dy jashtë. Se kjo ishte, më thanë mua doktori atje. Çarja e aortës direkt. Ishte spos çarja e aortës këtu. Nuk e dija që isha aorta të betohem. Spostohet truri. Truri 2 cm. Më tha doktori Irgeni. Liza tha, vetëm mbani me garjet mamën. Në më në mbani aparaturat. Keti s'kisha asnjë gjë. Po mirë, deri sot në ngjarja, ju ka kërkuar njëri falje, jeni përballur me vrasja ditë ka qelluar, siç ta tregoj dhe ky, po ta tregoj dhe unë historinë tim në atë. E ka qelluar, edhe ka ikë me vrap në makinë. Ka qenë ora 9 pa qerek diçka. Orë, nuk e mban mend. Para ditën 9 pa ca. Ikën në shtëpi vet. Tregon historinë dhe shkojnë ke halla e vet. Ma ka thënë çuni xhaxhaj. E bëra për të 3 ne. Për 2 vëllezit dhe për motrën e vet. Po pse do ta bëni për ata? Atë do pyetur Laçuli ose ky. Dhe ka thënë halla që ik zhduku nga shtëpia ime, ma tha çuni xhaxhaj. Se çuni xhaxhaj tim është çuni hallës tia. Thashun qa bëri Keti? Shau. Po nuk vritet njëru për të sharë, se dhe mund të këtë sharë, nuk them, se s'kam qenë prezent, kur thotë, ti s'kam qenë prezent. Ama shau, ta vrasë si me durën gjepa tjetin? Me gjak ftohtësi, kjo është vrasje në pabesi, se kur i afrohesh një njeriu, ka që afër do të thotë që ti e pregatitur nga shtëpia, pa ardhur ke Keti, ka tregoj një histori, ka shkuar ke lokalit tan Stasës është këtu ngjitur. Dhe ka marrë një shokun e Ketit në telefon, mos përmendem apo deshe, marrë në telefon, ma sill Ketin këtu. Është e vërtet? Që i ka thënë, jo, që i ka thënë ma sill Ketin këtu historia. Tani ma ta tërgoj unë. Ma sill Ketin këtu dhe i ka thënë, mos bëj debate se sa e ka sharë Ladi, Keti s'ka thënë as 100%. Ikën që atje nuk i thot sa i miri, vete ke shtëpi e ka shtëpinë këtu afër i punëtori. Këtu afër i ka shkuar dhe ke shtëpia. Keti pinte kafe me oratën këtu. Po? Se e bënde kafe turke, nuk e di e bënde këtu. Ku është Keti? Se pak e porta. Ore iki kishte thënë ky prap, qa bën? Edhe ky ka ardhur këtu me makinë, siç e tregom historinë, Keti ka dalë me oratën nga kisha. Po. Unë se di, po kjo zonja thotë kishte edhe një kovë në dorë. Po. Se ka parë dhe kjo historinë. Ka zbritur. Shumë i qetë me një gjak ftohtësi, shumë të qetë. Si jeni?
Qa pate me xhaxhan tim? Kush i thot? Në krahun e Vrasi. ka një Sajmiri. Se ke bërë sherr me xhaxhan tim? Atë në momentin e ngjarjes. Kanë qenë bashkë. Po? Se ke bërë sherr me xhaxhan tim? Edhe Keti thot, debatuam, si gjithmonë si që ishe kështu, Po. me duan xhepa. Debatuam, kështë thënë Keti, më shau e shava. Po me Nasin, Nasi është baba i Vrasit. Aha. Po me Nasin, qa pate? Dhe Keti, një hap, si më thonë këta, ka qenë kështu. Dhe ktheu një hap kështu, se po të kishe rëndë të kështë në zhavorë, ndoshta Keti nuk e di histori. Edhe, në më që ka qenë në profil me këta, Vrasit. Dhe i ka thënë kë, po me Nasin qa pate? Keti sa da pyese, sa vjetë qese, ndoshta ka qenë se me një të vllane vetë, Kam bë shkollën. kanë qenë shok, apo jo? Po, pa të thënë Keti vetë. Pa mbaru Keti në lafe, tani më fillim tha me dorez. Po dhe pa dorez, mirë, e lëshu e lem. Rëndësi ka që më... Vërtetën, po. Them vërtetën, më fillim tha me dorez, me gjatë, se njerëzit flasin jo me spat, jo me lev, e ka qëllu direkt këtu me një fuqit pa parë. Se ishe i shkutur, ishe shumë i shkutur, Keti ka qenë me durën xhepa, nuk ka reaguar fare, ka rënë ke shpatulla e... Po, unë se mbajta dot, se ishe peshë rënë. Mimi nuk po duhet fare, jo, s'po duhet fare, po të rgoj ngjarjen. Që në sy tap, Ishte një kutar djali. do men as i shau, as i bërë, me gjithate, ra Keti poshtë, nuk është se ndodhi një aksident edhe burrat jap ndihmën e paramase, se po vdiq ky dhe unë do vdes, se është ligji. Po ka hip në makinë, ka ik në shtëpi, ka bërë teraplanet me avokatin, në 8 të darkës e ka arrestuar policia. Po mirë, ditë përpara ka bërë kallëzim Lat Sulin Jo, a ditë Gjoja do bënë kallëzim. A ditë nisi nipçen këtu dhe Gjoja vetë isha atje. Ne kemi kërkuar tabulatet, kemi kërkuar të thirrën këto gjykatës, asnjë gjë. Po mirë, ç'a kërkoni sot? Se kërkojmë Drejtësi drejtësi. kërkojmë Po edhe. mirë, a është Drejtësi. vend drejtësi? Jo, kish për ne jo. Ç'a ka vendosur gjykata? Kristi Jorgji, prokurori, nuk bëri mbrojtjen e Keti, por bëri më shumë mbrojtjen e Vrasit. Nuk e di pse e bëri, se çdo një e kupton dhe thotë është qelluar në kokë, që koka është organi më i mbrojtës se ka kafkën. Prokurori jon ka thënë për këtë. Kurse këta thonë, ajo e ti thotë që ngriti duart, kujtova se do më qellonte, qellova e para. Kjo është mbrojtja e tij. A një dorë kishte edhe. Pa i këllon. si ka ngritur domethënë. Jo, duart në xhepa. Duart në xhepa. Kështu e ka mësuar avokati. Punë e tyre. Kemi vajtë 3 herë në gjyq, është pyet vetëm mama, 2 fjalë kam thënë unë, 2 fjalë motra tjetër, 2 fjalë motra tjetër. Vetëm ne të katra në gjyq. Është ky durat. Jam pyeta ditë kur është bërë vrasja, po brenda në gjyq. Brenda s'janë thirrë. Po vetëm A Ka ditë vajtë në gjykat. në Nuk ishte kohën e jo. gjyqit, jo. Vetëm sa ka Në kohën e gjykimit, jo. ne ishim kështu. A ditë që u bë vrasja? Policia. Në gjykat. Jo, asnjëri. Jo, asnjë dëshmitar. Që shje ai ke vajta unë A ditë që vra Keti, që thirrë o pëqeja. A ditë, Po nuk- ke një ditë tjetër për çfarë vajta unë kujtohet. Vajte për pllakën e Keti, që hoq pllaka. Ta shpjegoj dhe punën e pllakës. Ta shpjegoj dhe punën e pllakës. S'maj mend po kam qenë. Që derë kam qenë. Na janë dokumentat që është rregulli kur bëhen të gjitha mbarojnë hetimet, mbarojnë gjitha, a do t'i marrim dokumentat 10 ditë para gjyqit? Është rregulli. Kam vajt mbi 3-4 herë dhe emri im aty që Nuk shkruhet. ti kam thënë. Nuk më jepnin. Kam vajt 2 ditë para gjyqit i kam marrun që duhet ja çonin me email avokatit, i kam marrun dokumentat. Shkuam flet thirrët që mos kishin vajtur ne, nuk do ishin thirrur as në gjyq. Dhe flet thirrët i kam marrë. Sa është dënuar ai? 3 vjet. Kjo është akuza është plagosje me pasojë vdekjen, që përmban ligji 88 thotë bën nga 5 vjet deri në 15 vjet. Kjo. Mirë po, kërkuan vetëm minimalen, nuk kërkuan për shembull të mesme 12 ose 15 maksimalen, po Kristi Jorgji kërkoi minimalen. Pse të kërkohet minimalja? Pse? Ky u vra me duar në xhepa, nuk e gacmoi, nuk i bëri asgjë, nuk e shau. Do të shikoj puna që bënte këtu që për komunitetin, për bamirësi, do më ndu kapeshin ca gjëra, iku, nuk u dorëzua, nuk i dha ndihmën e parë, ai përgatiti mbrojtje në shtëpi, nuk bëri asnjë gjë. Falje s'ka kërkuar të vinë një nëna e saj. Ka kërkuar askush falje? 2 herë në telefon ku nati ti dhe ka shkruajt 4 rreshta i kam unë ke dosja. Çfarë thot? Si mora fare? Parafërsisht apo se keni? Kërkoj falje, në fillim fare kërkon falje familjes vet. Aha. Se i lexova ke dosja. Kërkojmë falje familjes time, nënës, babës, nusës, kalamajn dhe familjes Alketit, nënës dhe 2 motra. Qa më intereson më kjo? Falje do ishte të rrinë me nënën time 76 ditë atje, nuk po them për të paguar shpenzime se nuk ja kam nevojën, po të rrinë atje. Djalim në burg thoshe, djalo të spital. Kjo është falja, si që bëjnë ca nëna. Është liruar autori? Nuk është liruar, po pritet lirohet, se po u kërkua 7 vjet, u pranua gjykimi i shkurtuar që për vrasjes ma me mendjat
pranohet gjykimi i shkurtuar. Pse o pranohet gjykimi i Nuk shkurtuar? është akuzuar për vrasje, thoni jo. Plagosje. Po vdiq ai, duhet ndruar akuza. Okej. Ai vdiq. Dhe na ka thënë, ka bërtit mami im ka qarë, ka thënë Ilaria Kroj gjykatësia. Pse treme, ka dhe 15 vjet. Dhe më dënim. U gëzuan e që këse ka 15 vjet. Shkallën e parë. Shkalla e parë në fjerë. Po. Kërkon Krisi Jorgji, 7 prokurori jonë, bile na ka thënë gjykatësia që pse zjeni prokurorin, prokurori me ju. Po shko qa po bën prokurori, thashun, me ne është po shko qa po bën. Nes po gjë në imbrojtje. Ai po thoshe ishte quni mirë, po thoshe ka nënën e smur. Krye plaku i kishte bërë se ku ishte djali ka bërë ndihmat pa para, nuk e di çfarë ndihmash ka bërë. Ai djali po ç'më duhet. Vrasi gjithmonë ka një herë parë, apo jo? Kush bëhet vras? A ka vrarë gjithmonë një herë parë ka qenë i mirë? Ashtu. Ç'më duhet më çka ka Në qenë? apel si është çështja? Në apel, në thirrën, në orën 14, në orën 2, hyn brenda, mbaron një gjyq, iku, mbaron një tjetër, dhe shikojmë se ç'ishte ishte. 10 minuta ka qenë gjyqi jon, lan fuqi të shkallës së parë. Pse? Se bëri prokurori ankimimin. Familja s'ka autoritet për të bërë ankimimin. Dhe ka lënë fuqi. Shkallën e parë. Kaq ishte gjyqi i apelit. Nuk është dërguar në gjykatën e lartë? Nuk është bërë zbardhja akoma. Okej. Mendimi u mor, po zbardhja s'është bërë, tani u pres bëhet zbardhja, Dhe të bëni rekurs. të bëj rekurs në gjykatën e lartë. Inshallah kemi shpresë për gjykatën e lartë, inshallah njerëz të mirë, i bëjmë thirrje Sa doni ju që të dënohet? Se dakord se Alkedi maksimale, nuk ja u kthen mirë. maksimale, çaj takon me drejtësi. Alkedi nuk ja u kthen më njëri. Po. Jo, dënota Sa ishte është maksimale që ju kërkoni? Të kthehet në vrasje, ai është vrasje. Vrasje me paramendim, me xhaxhan. dhe i dërgori isha i Ky Daxhajit. erdhi në Pra punë. ka pas qëllim sipas jush ta godiste me grusht apo ta vriste ta eliminonte? Por derisa e la aty ka ta vriste. Ka ju qa. Grushi, Po pse iku? ai në qendron aty, e iku avash avash ma. Ti të ndihmën e pa, avash avash. Avash avash. Lente, vane e çoj aty. Kështu thoshte edhe Krisi Jorgji, prandaj e mbrojti Krisi Jorgji. Ja beri dosjen dritë ai, Niknini. I vajt vëllai tim mbrapa ai, gjën po. Ta mirë të kraj. Më duhet me kapi vendliku, ka thënë një prokuror e ta pështy. E ta pështy në fytyrë, nga jo e rri vdekja. Se kemi mendime të ndryshme apo? Çfarë them unë tash? Priti Nuk e sot. di. Nuk donte ai të ta vriste. Hiç nuk donte pe vrau pa. Me grusht Po kura grushti more, kura grushti, ra këtu i putja ortën. I putja ortën. Aman të keqen. Nuk mlohen ata njerëz. Nuk thuhet as i llafe Nga mirë. bicikleta, jo ta rrezon tjetër nga bicikleta. Ja dy gjëra ndryshme. kam llave që ndonjëherë Janë dy gjëra ndryshme, më të qelloj unë tani të s'duhet vrasur. Bie nga bicikleta aty, që në një lloj? Nuk bie njëri. Ai erdhi, po e vrau këtu, more mos kujtoni se grushti, pse si ra këtu ai? Djali ishte i martuar, kishte fëmijë. Nuk ishte fëmijë, nuk martohen çunat sot. He, nena për një nuse bëshe me llafe me qunë. Ka 25 vjet andeja. Ja. Ka jetuar në emigrim Me kryesisht? ne në Milano, atje jeton dhe gjithë. Sa vite ka jetuar? Po ka 25 vjet. Po. Po pse u kthye? Ç'është kthyer? Ja, su kthye. A kishte ardhur vetëm për pushime? Dhe do bënte dy gjërat e bukura. Do Ishte ishte. punën anë shkëti. Edhe thashë që mund marrën shpejt se. Po mirë, në tetor ka ndodhur ngjarje apo jo? Një tetor. Po Një tetor. ka pushime? Erë Okej. 25 gusht, Ah, se okay. mbaroi punën. Dakor. Çfarë punë bënte atje? Bodyguard, San Atje. Siro punonte edhe kështu kapte ndërtim. Punonte edhe ndërtim. Tani Edhe që me ndërtim. dy shok me Alusha punonin bashkë ndërtim. Dhe kishte lënë punë në gjysmë, e ka lënë gjysmë. Sa djem keni? Një. Vetëm këtë djalë, ë? Atë kisha, çfarë të them unë, një djalë që se bën Lena me. Kisha një djalë që Po për këtë, Ishte. ju keni bërë një vjetorin dhe keni vendosur një plakat, apo jo? po, ja, dhe këtë do ta thoshte sa po Doja çfarë do ta, them. ju keni vendosur këtë plakat këtu. Po. Alket Voja, shpirti mamit o Alket. Po. Fjalë të Më ike në Në moshë të re. Po. Të vran biri im të vran krushit tan, Ta. Ladi Shuli Me me të të vëllan, po? Dërguan, Klyshim zemërzi, zemërzim, shpirt katran. të hengrin beso birim, ja, klyshi zemërzi të hengrin beso birim, se mos vite për ta vrarë killon të stomak. Shpirt zemërzi dhe shpirta katran me dorë gjepa ishe kur të vran, e kam dje nga shpirti. U vrat zoti, i mallkov zoti. u mallkov zoti, i len siç me lan. Zoti nuk mallkon. Shiko, prap do të kundërshtojnë ty, atje priftën të kundërshtojnë, më kanë vrarë djali Krushkit. Di, po krushit Jo, unë them gjithnjë i mallkov të zoti, i len siç më lan mua, pa djalë të vetëm. Zoti bekon. Let më dënoj mua zoti.
Të më vrasë edhe mua të më qënë të qënë. Nëna s'të harron Oketi. Deri sa të vinte ti. Pra, Kaq, sa harron nëna atë djalë. Kjo është vendosur, ishte Aty. vendosur atje përpara, po. Dhe hoqën. Ka vetë të gjiburia. Po, dhe atë tjetër në siguri. dhe Kjo është hoqën. hequr pastaj? Po. Kjo një hoqëm. shekur atje, kjo Kush e ka hequr? Edhe më i niku. Në 1 vjetorin e vllajt, Po, bëm rrugën, bëm qevurin të gjitha dhe vurim këtë plak. po. Për nder të kësaj rruge të gjitha këto fustani bardhi nusës, thoshte mami im, kjo rruga. Po. Se nuk u martuat vllai. Sa mbrin në shtëpi më merr apo qeja në telefon. Luiza jeni po. Duhet vini urgjente në Fierta se Po. keni Përse thashun? Po. Duhet vini këtu da mini vesht. Thashun unë jam e martuar kam dhe burr, dhe si të vi unë Fier, më thuaj ça Po. si është puna që të vi. Po. Keni vënë një plak atje tha? Po, thashun në nder të vllajt. Kush e ka vënë? E ka vënë mami im. Po. Janë lotët e gjakut mamit tim thashun. Duhet vini ta hiqni atë plak. Thashun pse ta hiq plakën? Keni vënë emra. Thashun ai ta e vran. Qa ka këtu? Unë Hiqi jo, emrat. kemi Dakor, vranë, kemi ta mbusha pyrë. mendje mamës, i hoqëm emrat në mjetë e SPMBS. I hoqëm atë? Emrin. hoqëm me së E dike hoqëm e në SPMBS. Emrin. Po, e hoqëm emrin. Më merr prapë në telefon, thot, jo thot do hiq plakën. Po nësimi kalamajnë, thashun që dua këtë biskot, dua këtë karamel. Am të hiq emrin? E hoqëm. Tani pse ta hiq plakën? Jo ta hiqesh plakën. Uzu mama me të bëj debatoj se hipi mama Sinati, debaton, pastaj u zbutën atan. Me që mama është pleqëri, se një djalë që kishte thashun ja vran. Kush i vi mami tim, anës? Na kanë dërguar 2 oficerë, e kanë marrë dëshminë mamës në Fier. Në Tiranë, më fal. Kanë ardhur, kanë takuar mamën, i kanë marrë dëshminë, ja ka treguar mama si ishte dëshmia. Ndej një qetësi plaka, 3 javë, 4 javë, pardi e kanë ardhur e kanë marrë plakën 10 policë. 5 makina policie të vinë për marrë një plak të djalit. Pa na lejmë. Plakën e hoqën dhe më thanë që po të vini ta vinë të i nuk ta ta marrë plakën e kemi aty. Po pse e hoqën? Nuk të pyetëm pse e hoqën, pyetëm pse e hoqën? Pse hoqën nga këto llafet. Jo çfarë kanë ty, mirë nga këto llave, po çfarë kanë ty kur e hoqën? Nga kush jemi? E kishë heqë dhe kur vajtam. Kishë heqën? Kishë heqë dhe kush unë edhe kisha në Fier. Kisha Fier, po era pashë kishë heqë. Dhe ku ti thanë të këtë vinë të marri? Nuk e di, kështu thanë ata, vita marrë ta atje, nuk dhe e kemi rujtë mirë ta. Mirë, kjo historia në verit, që më thej që ka lidhje me ngjarjen kjo? Jo, jo. Me këtë ngjarje nuk ka. Kemi bërë ditinin e Alketit, që ishe 5 vjeç. Po. Tash u bëm një drek të madh, u mbaroi dreka, ishe fundi. Hidhet një baba im. Ka me shnetra? Nuk ka. E pa mi po ngrem shnetin e Alketit, djalit vogël. Këta që ishin nga dera, ai nas Shuli dhe një tjetër, Daja Sokrati, shnetin e dhe hoxhës. Tash ati filloi një rrëmuj, ca e pin, ca nuk e pin. E u beti një. Në një dhom 4x4 ishte dhe orkestra brenda. 25 veta u përjashtuan nga shoqëria. Pse? I kanë Se s'pi shtetin e u hoxhës. triskat e frontit, u bën kulak. Ky nas Shuli te Daja im në Remas ka shkurt dëshmitari i Rem, se Daja im nuk Daja ke. s'kishte qenë fare. Nuk ke Daja im, ka pluçun e vogël. Ai thoshte s'kam qenë, ja hokën triskën e frontit. Po mirë, 40 vjet keni folur ju me ta? Jo larguam e ikëm. Po pse u larguat? Vetëm nga ky konflikt? Jo, ikën në Tiranë, na hoqi babin e. Po dhe ky ishte ky Po mirë, konflikt. fal, të të bëj një pyetje. Ju nuk jetonit këtu? Jo, Tiranë. Qim në thështatë në Tiranë. Ne kemi ikur. Çfarë doni shpran këtu? Varrosën babin pra. Varrosën babin. Në çfarë viti? 21-shin. Kanë ikur këta Sokrat Voj, ka qenë peshkatar me mua. Po. Ka punu këtu. Pse? Iku këtu, iku në fermë, një bofsh. Dhe një stazhin e fermë, e sa veshia, i mori pasa familje ashtu e Çeli bof. Tiranë. Më mirë, ke pasur kush ky fshati na çe më mirë. Dhe babai ju Sokratit. edhe burri juaj ka jetuar në Tiranë. 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 Qim në thështatë. Dhe vetëm për varrimin. Po. Pastaj Alketi vjen, pasi varroset i ati për të Kishin frikë ty kontribut. në kishe frikë ty Dhe jetu. lë jetën këtu duke dhënë kontribut. Kishe frikë ty jetu se ishe ferrat. Autori i ngjarjes, Lorenz Shuli, është dënuar nga gjykata e Fierit për veprën penale, plagosje e rënd me dashje me pasojë vdekjen, me 4 vite 8 muaj burgim. Vendimi i cili është lënë në fuqi dhe nga gjykata e apelit në Tiranë. Dëshmia e Lorenz Shulit me datën 1/10/2024. Ai ka treguar se kishte qenë duke udhëtuar nga fshati Ndërnënas për në fshatin Astarukas për të shkuar te shtëpia e vjerrës për të marrë një fuqi. Gjatë rrugës kishte konstatuar një pengesë shpejtësie në rrugë që bllokonte plotësisht qarkullimin. Kishte ndaluar automjetin dhe duke folur nga xhami, kishte pyetur se kush e kishte bërë pengesën. Sipas tij, 2 net më parë kishte kaluar me mjetin bujësor dhe ishte tronditur shumë fort. Alket Voja, sipas deklarimit të tij,
ju përgjigj me fjalë fyese. Kush je ti o që do vendosur se çfarë do të bëj unë këtu? Ai tregoi se hapi derën e makinës dhe ju drejtua pse e kishte sharë. Më tej deklaroi se Alketi ngriti duart sikur për të goditur ose për ta shtyrë dhe për t'u vetë mbrojtur. Ai e goditi me grush dhe më pas u largua me makinën e tij në drejtim të banesës. I pyetur nëse e njihte Alket Vojën dhe çfarë marrëdhënie kishte me të, ai u përgjigj se e njihte vetëm si banor të fshatit ndër nënas, por ai kishte shumë vite që ishte larguar në Tiranë dhe nuk kishte patur kontakt me të. Sipas deklarimit, Alketi ishte përdorues i lëndëve narkotike. Sa i përket arsyes së goditjes, ai deklaroi se e kishte bërë për vetëmbrojtje. I pyetur nëse kishte patur më parë konflikte me Alketin, mohoi të kishte patur ndonjë konflikt, qoftë personalisht apo nga familjarët e tij. Është ripyetur me datën 4 shkurt 2025 shtetasi Lorenz Shuli, i cili ka sqaruar se të ndjerin Alket Voja e njihte për shkak se ishin nga i njëjti fshat dhe vetëm kaq. Sipas tij, ai kishte ikur shpejt nga fshati ku ishte transferuar në Tiranë e më pas në Itali. Në lidhje me pyetjen nëse kishin patur komunikim të mëparshëm, raport njohje apo konflikte, deklaroi se konflikte me të nuk kishte patur sepse edhe kishte qenë jashtë shtetit dhe në fshat vinte rrallë. Sa i përket itinerarit të ditës së ngjarjes, sqaroi se kishte qenë në dyqan në qendër të fshatit dhe banesën pranë dyqanit. Pasi ishte zgjuar në mëngjes herët, kishte hapur dyqanin dhe më pas ishte nisur për në fshatin Hastarukas, që është pranë fshatit të tij. Arsyeja që kishte shkuar atje ishte sepse vjerra e tij banonte atje dhe ai kishte disa koshere me blet. Kishte shkuar për të marrë disa prej tyre. Rrugës ishte dhe kisha e fshatit. Aty ndodhej dhe polici i fjetur. Për sa i përket arsyes së konfliktit me të ndjerin, ai sqaroi se disa ditë më parë në mbrëmje kishte kaluar me zetorin e tij dhe nuk kishte parë që ishte vendosur me beton ai polici i fjetur. Kishte kaluar mbi të dhe ishte shkundur fort. Ditën e ngjarjes kishte kaluar herën e parë në mëngjes me kujdes. Kur ishte kthyer më pas, kishte parë 2 persona, priftin e fshatit dhe Alketin. I kishte pyetur nëse kishin dieni se kush e kishte vendosur atë policin e fjetur me beton. Kishte pyetur Alketin sepse ishte më afër me të, ndërkohë që prifti ishte më afër portës së kishës. Kishte ulur xhamin dhe ishte drejtuar atij. Në lidhje me pretendimin nëse kishte kërkuar më herët një ditë më parë të takonte të ndjerin dhe kujt ja kishte kërkuar këtë gjë, ai mohoi këtë fakt dhe deklaroi se nuk ishte e vërtetë. Një ditë më parë kishte qenë me shokët për të pirë kafe në mëngjes, por nuk kishte folur gjë për policin e fjetur. Kishte qëndruar pak dhe ishin larguar në punët e tyre. Në lidhje me pretendimin se shkaku që kishte shkuar te i ndjeri dhe ishte konfliktuar, kishte qenë mbrojtja e nderit të xhaxhait të tij, ai sqaroi se kjo nuk ishte e vërtetë. Me xhaxhain e kishte banesën afër sepse jetonin në një fshat, por për shkak të punëve të fshatit nuk takoheshin shpesh. Mund të përshëndeteshin sepse ishin në të njëjtin fshat. Nuk kishte ndenjur me xhaxhain që të bisedonin gjatë dhe që ky i fundit i tregonte historinë që kishte patur një debat me të ndjerin 2 ditë më parë, po për policin e fjetur. Në lidhje me deklarimet e priftit të fshatit, Aristier Ziu, sipas të cilave Lorenz Shuli kishte vënë në dukje të ndjerit faktin se ishte konfliktuar me xhaxhain e tij, deklaroi: "Nuk kam çfarë të them te kjo pjesë. Unë në asnjë moment nuk kam shkuar me qëllim që të flisja për debatin me xhaxhain, pasi nuk dija gjë paraprakisht." Sa i përket pyetjes pse nuk i ishte drejtuar SPZ së zonës apo IMT-s për të ndërhyrë në lidhje me ndonjë ndërtim pa leje, sqaroi se nuk dinte si të vepronte. Duke parë që po bëheshin punime dhe te dera e kishës, nuk e kishte menduar që do të ishte ndërtim pa leje. Prandaj, nuk i kishte shkuar në mendje të pyes apo të kërkojë informacion apo të raportojë. Nëse do të kishte ditur që xhaxhai kishte bërë llafe dhe do të shkonte te SPZ-ja për këtë punim pa leje, nuk do të merrej fare me sqarime. Të vinte policia të gjente zgjidhjen e vet. Për pretendimin e trashëgimtarëve të viktimës se Lorenz Shuli nuk kishte kërkuar ndjes apo nuk kishte bërë përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet, ai deklaroi se i kishte kërkuar familjarëve të tij që të kërkonin falje për të dhe të normalizonin marrëdhëniet me familjarët e të ndjerit. I kishte thënë kunatit të tij të merrej më shumë, pasi ishte nga e njëjta zonë me ta, Libofsha. Mendonte se do të ishte më i përshtatshëm sepse ndoshta dhe mund t'i njihte nga afër. Fliste me kunatin kur vinte në paraburgim dhe ky i thoshte që për momentin nuk do të bëhej ndonjë takim, por ishte lëmë për në një moment të dytë. Kishin pritur për këtë takim të dytë për të pajtuar ose për të komunikuar,
por nuk kishte arritur. Vet kishte shkruar një letër me datë 7 dhjetor 2024, ku kishte kërkuar ndjesë dhe kishte dhënë shpjegim për atë që kishte ndodhur, por kjo letër i është kthyer në IEVP me shënimin që motra Liza Ndreko e kishte refuzuar. Në lidhje me rrethanat e ngjarjes, deklaroi se kishte qenë në makinë. I ndjeri sipas tij e kishte ofenduar. Doli nga makina dhe ju afrua duke pyetur pse e kishte sharrë dhe çfarë i kishte bërë. Në atë moment, i ndjeri ngriti duart dhe ai nuk e kuptoi nëse donte ta shtynte apo ta godiste. E kishte goditur me një grusht, ai kishte rënë në tokë dhe ai ishte larguar me makinë pasi kishte menduar se gjendja do të përkeqësohej dhe sherrri do të vazhdonte. Pasi e kishte goditur me grusht, kishte shkuar në shtëpi, kishte qëndruar atje, nuk u kishte treguar prindërve sepse ishin në moshë të madhe. Kishte pritur sa kishte ardhur gruaja dhe fëmijët nga shkolla dhe u kishte treguar se çfarë kishte bërë. Kishte qëndruar dhe kishte vendosur të dorëzohej. Do ishte më e udhës që të përballesha me gabimin e bërë. Nusja kishte qarë. Më pas kishte shkuar për të dorëzuar në polici, ndërkohë që kishte njoftuar dhe avokatin, të cilit i kishte shpjeguar se çfarë kishte bërë dhe se po shkonte në polici. Në fund ai deklaroi: "Shumë gjëra kam menduar. I kam bërë dëm familjes së Alketit. I kam bërë dëm familjes time. Kam sjellë shqetësime të panevojshme. Nuk e kam menduar që do të përfundonte situata kështu. Nga ky veprim i nxituar, jam penduar për çfarë kam bërë e ndodhur." Deklarimi i Vladimir Shulit. Ka marrë djeni nga policia se nipi im Lorenz Shuli, djali i vëllait, ishte përfshirë në një konflikt me shtetasin Alket Voja dhe jam paraqitur për të dhënë deklarime. Dua të sqaroj se gjatë ditës së sotme, datë 1/10/2024, nga ora 7:40 deri në orën 11, unë kam qenë në qytetin e Fierit, ku erdha për të takuar SPZ-n e zonës për të zgjidhur një problem që më ka shqetësuar së fundmi. Jam takuar me inspektorin e zonës dhe tema e diskutimit ka qenë kjo. Dje me datën 30 shtator 2024, rreth orës 14 me mjetin tim motor kam qenë duke ikur për në breg të detit së bashku me shtetasin Solli Ndreko, shokun tim. Në momentin që kam qenë duke kaluar përpara kishës së fshatit Ndërnënas, i kushtëzuar për të kaluar nga parkimi i mjeteve në rrugë, përpara kishës kam ecur avash. Në këtë moment, shtetasi Alket Voja më ka nxjerr këmbën përpara motorit dhe më ka thënë: "Ti je filani që do të më prishësh mua kolonat e betonit?" E kam pyetur më pas unë. Unë nuk kam thënë ndonjëherë që do të prish shtyllat. Shtetasi Alket Voja më ka sharë nga i ka ardhur për mbar. Më ka sharë nga motra, nëna, deri te fëmijët e vegjël të familjes. Ndërkohë, kam ndërhyrë personat e pranishëm, Sajmir Todo dhe një djalë, Armand Laska, dhe personi që kishte bllokuar rrugën, Agim Bushi, me botin e tij të ujit. Këta persona e kanë marrë dhe e kanë tërhequr shtetasin Alket Voja dhe unë më pas jam larguar. Debati im me shtetasin Alket Voja ka qenë ky. Kjo është biseda që kam zhvilluar me inspektorin e zonës dhe ku kam kërkuar që të hiqet polici i shtrirë në rrugë që kishte bërë Alketi. Unë për këtë debat nuk kam vënë në dieni fëmijët e mi, jo më nipin, prandaj kam takuar inspektorin e zonës. Dua të shtoj se Alket Voja me datën 29 shtator 2024 për të njëjtin shqetësim ishte konfliktuar dhe me shtetasin Thoma Todo, pasi tek polici i shtrirë që kishte bërë në rrugë ishin përplasur 2 fëmijë të vegjël me biçikletë. Shtetasi Thoma Todo i ka thënë të njëjtën gjë, që të hiqet polici i shtrirë, dhe atë e ka ofenduar me fjalë më të pista që nëse do thirret do të shprehet vetë. Dua të shtoj se Alket Voja nuk jeton prej më shumë se 20 vitesh në zonë dhe nuk e di qëllimin e këtij personi që ka ardhur dhe bën çfarë i do qefi dhe askush nuk ka marrë asnjë veprim. Për asnjë moment nuk kam debatuar me këtë shtetas dhe asnjëherë më parë. Ka qenë ai që më ka dalë përpara. Gjë tjetër nuk kam për të shtuar. Mitropolia e Shenjtë e Apollonisë dhe Fierit në faqen zyrtare në Facebook me datën 26 mars 2022 ka bërë një status dedikim për Alket Vojën. Falenderim Zotit Alket Voja për zbukurimin e kishës së ungjillizimit në Ndërnënas në kujtim të babait të tij Sokrat Voja. Një ditë pas së kremtes së ungjillizimit të hylindëses, duam të bëjmë një falenderim për Zotin Alket Voja, i cili në kujtim të babait të tij Sokrat Voja na e ka zbukuruar kishën e ungjillizimit në Ndërnënas. Ka bërë një investimin e tij të plot
derën e bukur në hyrje të kishës me parmakët, bëri lidhjen me ujësjellsin dhe vendosi një çezëm të bukur. Bëri ndriçimin e rrugicës në hyrje të kishës, si dhe do të bëjë ndriçimin rreth saj. Gjithashtu bëri pastrimin e një pjese të pyllit dhe mbolli rreth 60 rrënjë ullinj dhe 22 rrënja grume. Për të gjithë këtë investim, me një vlerë prej afro 720.000 lekësh të rinj, ne e falenderojmë dhe i jemi shumë mirënjohës. Zoti bekoft atë, nënën e tij Vangelia dhe motrat Lindita, Luiza dhe Nevila. Babajnë e tij Sokrat, Zoti e pas në parajs. Lavdi Zotit për të gjitha.